Pamjet filmike dhe deklaratat e folësve në një dokumentar të RTS-s për Reçakun përbëjnë themelin e dyshimit të prokurorisë për 5 të dyshuar për krime lufte. Në dosjen e siguruar nga koha, tregohet se njëri nga ta është personi që në dokumentar shihet tek e shqelmon derën e një shtëpie gjatë sulmit në Reçak. Këtë nuk e ka mohuar avokati i tij. Njëri prej të arrestuarve të fundit për krime lufte në Reçak është personi që në ditën e krimit është xhiruar duke shkelmuar derën në një shtëpie, pretendon prokuroria speciale. Ai është Stanoje Janicevic, që të dielën u arrestua bashkë me 4 persona të tjerë në ndyshimin se kanë marrë pjesë në masakrën ku u vranë 45 civil shqiptar. E në kërkesën e prokurorisë për masën e paraburgimit jepen edhe detaje mbi përgjegjësinë e të dyshuarve. Në të theksohet se pjesëmarrja e të dyshuarve në aksionin gjatë së cilit është kryer edhe masakra, vërtetohet edhe nga pamjet e publikuara në një dokumentar të radio-televizionit të Serbisë i realizuar me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Brendshme të këtij shteti. Ljubomir Pantović është avokati të dyshuarit Janicevic dhe ka thënë se pamja nuk dëshmon për krime lufte. Nëse pretendohet se ekziston dyshimi i bazuar që Stanoje Janicevic ka kryer ndonjë veprim i cili paraqet krim të luftës, atëherë ajo është dashur që të shkruhet në këtë kërkesë, e ju vetëm të qëndroj se me shkelme ka shkelmuar derën e hyrjes së shtëpisë. Fotografitë të cilat i përmend prokurori shikuar në mënyrë objektive, nuk janë rrethana të cilat vërtetojnë dyshimin e bazuar kundër të mbrojturit tim. Gjatë seancës në të cilën kërkoi paraburgimin për të arrestuarit, prokurori special Ilir Morina është shërbyer me deklaratën e dhënë në të njëjtin dokumentar nga kreu i njësive të posaçme PJP, Goran Radosavljević Guri, i cili thotë se në aksionin në Reçak morën pjesë njësitë nga pjesë të ndryshme të Kosovës. Prokuroria speciale dyshon se pjesë e PJP-s ishin edhe Novica Pecinović, Stanoje Janicevic, Borko Palić e Slađan Milisavljević dhe se Stanko Savić ishte pjesëtar i policisë që i përgjigjej stacionit policor të Ferizajt. Për këtë pretendim, avokatët e të dyshuarve kanë shprehur qëndrime të ndryshme. Avokati i Pecinovicit ka thënë në gjykatë se të qenit pjesëtar i një njësie nuk është krim lufte. Ngjashëm është shprehur edhe avokati Janicevicit, i cili tha se gjetja e një fotografie me veshje të policisë së Serbisë nuk është provë mbi të cilën mund të bazohet dyshimi për krime lufte. E avokati i Petkovicit tha se klienti i tij nuk duhet të çohet në paraburgim me arsyetimin se kodi penal nuk e sanksionon si vepër penale ecjen me uniformë të policisë. Ndërkaq avokatja e Milisavljevicit theksoi se klienti i saj ka qenë polici trafikut dhe se s'ka prova që vërtetojnë dyshimin e bazuar për të. Ndryshe është shprehur avokati i Savicit, për të cilin tha se nuk ka qenë kur polic. Lëvizja Revolta ka zhvilluar një aksion simbolik